Kullat shtëpi në 4 rajone në veri të vendit pritet të nështrojë një projekt i rijetëzimit që synon të zgjerojë potencialin e turizmit kulturor dhe të parashikimisë në vend. Drejtori i DRTK Shkodër Helidon Sokoli bëri të ditur detaje mbi këtë projekt të konceptuar që fokusohet tek plani për rijetëzimin e kullave shtëpi. Është një projekt i Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve në bashkëpunim me GIZ-in, Agjencinë Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar, ku janë është bërë një database i plot për të gjithë kullat që ndodhen në veri të vendit tonë me status mbrojtës monument kulturit apo edhe pa status. Ne kemi përfshirë pak a shumë nga 4 kulla për secilin qark që ka status monument kulturit, por që ky projekt presupozon që të përfshi edhe kullat që nuk kanë këtë status, por ruajnë vlera arkitektonike dhe kanë potencial për të shndërruar në agroturizme, bujtina, pra mikpritse për turistët, apo edhe vetë muze lokal të këtyre qyteteve të veriut. Në zonën veriore janë caktuar nga 4 kulla, ku në Shkodër përfshihen kullat në Thedh dhe Këlmend. Ky është një program shumë i gjatë që në kohë, pra i shtirë në kohë, duke filluar që nga 2025 me dokumentimin dhe deri në 2028 që është viti i përfullimit të këtij projekti. Janë caktu kullat? Po, janë caktu. Pra, në Shkodër është kryesisht zona e Thethit dhe zona e Këlmendit, në qarkun Lezhë kryesisht zona e Mirditës dhe në qarkun Kus zona e Has Gjakov. Pra zona Has Krum. Pak a shumë pjesa ku kemi edhe dënsinë më të madhe të këtyre tipologjinë ndërtimore. Rindërtimi i tyre luan një rol thelbësor në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe forcimin e identitetit kombëtar, veçanërisht në zonat malore, ku këto tradita janë ende të gjalla.